Ishte një fëmijë që shumë i lidhur me jetën dhe shumë i zgjuar për moshën që kishte. Ndoshta vuajtjet, të gjitha bashkë kishin ndikuar, por kishte një lidhje me jetën shumë të ngushtë. E kishte shumë të vështirë të ndaj nga jeta dhe luftoi shumë. Nuk po gjente zgjidhje. Ajo thoshte kam shifrat larta tensioni, kam të dridhura, kam rrahje të shpeshta të zemrës, kam spekje, të kish përfunduar edhe te psikiatri. Dhe në ekzaminimet që ajo bën, rezulton një informacion i madh në mbiveshkore në djathtë. Mua më duhej të largohesha disa ditë jashtë për një konferencë dhe i them, do iki. Dhe të lutem mos ik, ishte një varësi nga të dy anët, krijuam një lidhje të ngushtë. Dhe kaloi me fëmijërinë e vet, domethënë kërkoi një gjë të vogël, një ëmbëlsirë specifike të vendit ku unë isha. Dhe kërkova kur ika dhe u riktheva me mendjen që do ta gjeja prapë në pavion. Por ishte rënduar dhe ki shkuar në reanimacionin e kardiologjisë. Mjekësia nuk është vetëm protokolle, por është edhe një ndjesi. Ti krijon me pacientin një lidhje dhe i jep atij një tjetër botë, që në momente të vështira ti ke pranë një njeri që kujdeset dhe të ndihmon. Nuk je vetë.